Universiteti Luarasi ka pritur në një leksion të hapur një nga figurat më të njohura dhe më me ndikim në botën e teknologjisë financiare moderne, Nick Spanos. I njohur si pioner ndërkombëtar në fushën e blockchain dhe kriptomonedhave, inovatori i hershëm i teknologjisë së decentralizuar dhe zë i fortë në përkrahje të pavarësisë ekonomike përmes teknologjisë, ai ka themeluar Bitcoin Center në New York. I shoqëruar nga themelues të nismave të tjera që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale dhe teknologjinë, ai u ndalte mënyra se si këto i shërbejnë njerëzimit. We're here to explain to people how they can use this technology. Kemi ardhur për të shpjeguar se si teknologjia mund të përdoret në të ardhmen për strukturat ekonomike, për më shumë vizibilitet e transparencë. Blockchaini dhe Bitcoini nuk janë diçka nga e cila duhet pasur frikë sepse do të vijë gjithsesi. Ne besojmë se Shqipëria mund të bëhet Zvicra e re e Europës me përshtatjen e kësaj teknologjie në blockchain, kriptomonedha dhe Bitcoin. Kjo po ndodh në shumë vende dhe ju nuk duhet të mbeteni pas. Para një auditori që përfshinte trupen pedagogjike dhe student të financës, ekonomisë a ligjit, Spanos, bashkëthemeluesi Blockchain Technology Corps, një kompani që aplikon teknologjinë blockchain në sisteme kritike si votimi elektronik dhe menaxhimi të dhënave, u prezantua nga zëvendës rektoria Ani Dasho. Përtej sipërmarrjes private, zoti Nick Spanos ka luajtur dhe një rol aktiv në arenën publike dhe atë politike. Ai ka shërbyer si këshilltar i teknologjisë në fushatën presidenciale të Donald Trump në vitin 2016, ku ndihmoi në ndërtimin e strategjive digjitale dhe të platformave teknologjike për mobilizimin e votuesve. Kjo përfshirje e tij në administratën Trump përforcon më tej rolin e tij si një zë me ndikim në ndërthurjen midis teknologjisë, politikës dhe shoqërisë. Në bisedën e mbajtur me audiencën, ai u ndal në disa çështje që kanë të bëjnë me kriptomonedhat dhe mënyrën e tyre të funksionimit.